Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në Vila 24 e mërkur, ritakohemi si çdo ditë në të njëjtën orë me Katin. Mirëmëngjes Kati. Si je sot? Dashur, po mirë, ja kështu. Jemi bërë gati të për përditshme, po jemi bërë gati. Çfarë gatuajmë sot? Sot fasulet kuqe. Ku ka më mirë se fasulet e kuqe? Veç se nga ngjyrat kanë dhe vlerat ushqimore, si dhe fasulja edhe qepa. Me pak përbërës, shumë shije dhe shumë vlera ushqimore. Këto janë gatimet që janë të mira dhe ndihmuese për anvisat në shtëpi. Gjithashtu, ndihmuese do t'jenë edhe këto burger, të cilat do t'i bëjmë me patate në furrë. Janë të gatshme. Thjesht ne do të bëjmë një salcë që ta marinojmë, domethënë t'i japin më tepër shije. Edhe gjella është gati edhe kjo për drek. Përveç se mund t'i bëjmë kështu me patate të pjekura në furrë, mund t'i bëjmë edhe, si thuash, si tip sanduiçi, ato burger që përdorim për fëmijët. I pjekim edhe i bëjmë bukët tonë, që janë enkas për burger. Atëre, këtu do të bëjmë edhe spinaq që do të bëj sufle. Sufle, të cilin spinaqin e ngrirë do të bëjmë me pak qep të njom, pak qep të thatë, ose mund të gjënë dhe një presh të ngrirë hollë, edhe preshi i shkon, dhe do të pregatisim dhe një beshamel me miell, me djath, me qumësht, vezë, gjalp. Masa do t'i themi pak më vonë, pra këto janë që do të pregatisim për neve sot. Jo, mendoj që ta fillojmë faktikisht edhe me pjesën e qepës, po, ta vendosim këtu. Sepse du të bërë edhe kjo beshameli, ndërkohë që do vë qepën të bëj edhe atë pregatitjen e saj, se shumë e thjeshtë. Okej, mirë. Nga që kemi mbi tryez, besoj dhe nga prezentimet e shkurtra që Kati bëri që në hyrje, kuptua që sot po gatuaj me produkte të ngrira. Me qënë se i kemi në variantin e patateve të ngrira, që janë edhe gjysëm të gatshme. Okej, pra thjesht edhe në furrë mund t'i pregatisi. E kuptoni tashmë që këto produkte ju i gjeni më cilësoret pikërisht tek dyqanet në Ranzi. Dhe përveç patateve, sot do të sjellim edhe këtë paketimin tjetër të burgerave pra, që fëmijët i duan shumë, por edhe të rriturit. Janë me perime, kam përshtypjen paketimi që kam në duar, por dhe u lexoj pas pak. Janë gjithashtu të përgatitura me qiqra, që do të thotë kemi të bëjmë me burgera super të shëndetshëm. E ndërkohë edhe spinaqin do ta kemi të ngrirë. Kemi thënë që produktet e ngrira janë jo vetëm zgjidhja më e shpejtë për gatimet tona, por janë dhe të zgjedhura me shumë kujdes, mbi të gjitha nga kompanit ekskluzive të këtyre produkteve që ju i gjeni vetëm në dyqanet në Ranci, në këtë rast është Orogel, pra ky është emri që duhet i kërkoni, dhe jo vetëm kaq, nisa me produktet e ngrira me qenë se janë, le themi, kryesorja në recetat tona sot, po sigurisht që çdo recet dhe çdo gatim ka nevojë edhe për produkte të tjera bashkëshoqëruese. Ndaj gjithçka që sot kemi në tryezën tonë, ne i kemi marrë duke bërë pazaret tona në dyqanet në Ranci, të cilat ju asigjuroj edhe ju, sepse në çdo lagje, në çdo rrugë, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, i keni shumë pranë, vizitojini dhe përtej asaj që ne sjellim her pas here në Vila 24, do të zbuloni produkte të tjera shumë të shijshme, shumë të shëndetshme dhe shpesh nga ato produkte që i keni kërkuar kudo e nuk i keni gjetur dot. Kështu që vizitoni në Rancin dhe do të kuptoni se për çfarë ne flasim her pas here këtu edhe nga kuzhina jonë. Shumë mirë Anila, atëre me që unë mendoj bëjmë dhe beshamelin, ta përfundojmë këtë recetë, për ta vendosur në furrë dhe fillojmë me recetën e radhës pastaj dhe do të lëmë në fund fare fasulet, sepse ç'është e vërteta, fasulet neve kemi vënë një natë më përpara në ujë, kanë qëndruar, hodhëm atë ujin e parë poshtë dhe filluam dhe i zihem në ujë të ftohtë. Tani është momenti që pothuajse janë bërë gati, ku do të shtojmë pastaj do të përgatisim një salcë me qep të kuqe, për të rritur vlerat e gatimit, sepse përveç se qepës së bardhë dhe qepa e kuqe është ajo që ka vlerat të mëdha ushqimore. Jo vetëm që e përdorim në sallata të ndryshme, por edhe në gatim është mirë që ta përdorim. Jo se do shmangim qepën e bardhë dhe qepën e verdhë, të gjitha e themi këtë, të gjitha llojet e produkteve kanë vlerat e tyre ushqimore. Kështu që nuk dëgjojmë diçka dhe themi që qepa e kuqe ka vlerat të pafund dhe duhet përdorim atë. Për mua është mirë që të përdorim nga të gjitha edhe me sasi të vogla. Kjo është sekreti i mënyrës së ushqyerit të organizmit ton për të patur një organizëm të shëndetshëm. Kam hedhur këtu qep të thatë edhe qep të njom, i kam shtuar edhe atë që themi gjithmonë në kripa e ndihmon, kripe dhe piper, thjesht dua që të më zbutet. Nuk bëjmë tu qepën e kam filluar me vaj ulliri, sepse do të bëjmë beshamelin, të cilin do ta bëjmë me gjalp. Me gjalpin e freskët.
Të cilin për sëri e gjenë tek në Ranzi. Ja, e kemi vërtet të freskët të gjalpin, shumë të mirë. Një gjalp që e shikoni se sa i freskët është, kështu që do të hedhim një, edhe një 2 lugë. Është mjaftueshëm për të filluar dhe përgatitur beshamelin, që do të thotë do të shtojmë edhe 2 lugë miell. Për masën që unë kam, faktikisht, hodhëm dhe 2 lugë miell. Tani vezë, nëse doni mund të shtoni, nëse doni jo. Këtë spinaqin neve përgatitëm një herë tjetër, po e hedh tu që të më shkrit pak. Po, është ai spinaqi ngrirë në kubik, që na kemi përgatitur të hënën, byrekun me të. Edhe po, dhe menduam që ta sjellim urdhranil, ta sjellim edhe ndryshe sot, që siç e shikoni, thjesht dua të mos zbutet. Do ta lëm, sepse do të përgatisim këtu edhe beshamelin. Ka vërdisim mielin me gjalp, një aromë e mirë na vjen edhe këtu nga gjalpi. Ndërkohë që mielli do të marrë të ngjyrën e arit, kemi bërë shumë herë beshamel të cilën e kemi bërë me një seshte, beshamel me miell, atë me një seshte keni parë juve që e përgatisim, domethënë duke i hedhur të gjitha brenda në tenxhere dhe i përzihem sa ajo bëhet si një trajt të kremi. Të transhet, po, ndërsa ky është një tjetër lloj beshameli që bëhet me miell dhe këtu duhet me patjetër ta ka vërdisim me gjalp dhe masa e tij është në mënyrë domethënë të barabartë, që do të thotë një lugë gjalp, një lugë miell dhe pastaj duke shtuar të njëjtën gjë bëjmë dhe një lugë dhe një gotë qumësh, domethënë një lugë gjalp, një lugë miell, një gotë qumësh, që do bëjmë atë beshamelin që nuk është ai beshameli shumë i është i lëngshëm, është më i hollë, është më i lëngshëm, po. Dhe ashtu më pëlqen beshamel faktikisht. Tani hedhim edhe qumësh, do ta shikojmë neve. Është thjesht edhe mënyra e hedhjes së qumshit. Mirë është që të bëhet në moment ta keni mënjan që ta keni të ngrohtë qumshin në momentin që e hedhni. Kjo thjesht për ta përshpejtuar, jo se ka ndonjë ndryshim të madh, nëse e hedhim të ftohtë apo e hedhim të ngrohtë. Gjithashtu do të përdorim këtu edhe arë moskati, por në fillim fare të nam pikset. Duke shtuar arë moskati, do shtojmë edhe pak djathë kaçkavall me thënë brenda dhe pak do t'i hedhim në sipërfaqe. Gjithashtu, sipas dëshirës, mund t'i shtoni një vezë ose 2 të verdha ose një të plotë. Tani unë shoh që ne vezën e kemi, po e kemi, do t'ja hedhim. Okej, do ta bëjmë të plotë, pra ashtu siç do të kishte atë shihen e duhur beshameli. Megjithatë, siç ka ti përmend her pas here, ndonjë produkt që ju mungon në shtëpi, mund edhe ta shmakni. Pra mund të vini tek ajo plastike e gjalpit, qumshtit edhe miellit, edhe arës moskat që e do, sepse i jep atë aromën e mirë. Ndërkohë, le të shohim pak recetat në ekran tani, meqense kemi 3 të tilla, të cilat duan vëmendjen e vet. Kemi nisur gatimin e sufles me spinaq, për të cilën na nevojiten një pako spinaq, një qep ose një presh, pjesa e bardhë e tij, 2-3 qep të njoma, 2 lugë gjelle vaj. Beshamelin po e gatuajmë në të njëjtën kohë me 3 lugë gjelle miell, 3 lugë gjelle gjalp, 800 ml qumësh, 100 gram djathë kaçkavall, piper, krip, arë moskat. Fasule të kuqe me qep të kuqe gjithashtu, na duhen 400 gram fasule të kuqe, 2 qep të kuqe mesatare, 1 lugë çaj speci kuq pluhur, vaj ulliri, krip, piper, spec djegës për servirje. Burger me patate në furrë, 1 pako patate të ngrira, 4 burger të ngrirë gjithashtu, 1 portokall, gjysëm limoni, 1 lugë gjelle mustard, gjysëm filxhani çaj me ujë, 4-5 lugë gjelle vaj, rigon, piper dhe krip. Edhe kjo është një recetë që shijon shumë dhe nga ato që përgatiten shpejt, sepse janë gjysëm të gatshme, siç ne tham, produktet e ngrira, kështu që koha e gatimit është vetëm ajo e qëndrimit në furrë. Gati, po trashet besoj? Po trashet dhe jemi gati tani. Këtu do të shtojmë vezën e plot, do të shtojmë edhe pak djathë dhe do të shtojmë edhe arë moskati dhe do ta kemi gati. Pra në momentin që hedhim, është mirë domethënë të bëhet ai trazimi i shpejtë dhe veza nuk na pritet. Okej,
Gjithë puna dhe sekreti është e përzierja kur e hedhim. Nëse nuk jemi të sigurt, e heqim fare nga vatra e sobës, nga zjarri, dhe e hedhim jashtë. Por kjo thash varet nga shpejtësia e trazimit. Mos keni frikë, me thënë, për punën e hedhim edhe gjatë të djathin. Djathin e shkrirë. Dhe beshameli është gati, veç se duhet të shtojmë akoma edhe arë muskati. E fundit, pra është ara e muskatit. Ndërkohë... Ta fikim këtë tani këtu, se s'na duhet më. është gati, ja? Po. Edhe pjesa e spinaqit bestoja është dhe duhet gatuar, apo duhet e në mëngjet? Po, është gati, thjesht tani do të më duhet të shtoj pak ara e muskatit e bën të veçantë, që është vërteta pjesën e... Unë do t'i shtoj dhe pak qumësht, me qënë se e kemi sufle dhe nuk është ajo, do me thënë, që bëjë... E duam pak, do me thënë që të lidhen. Prandaj e them një gotë. Nuk është ajo e pasticjos që duam që të kemi atë shtresën e sipërme. Shket nga. Ashtu. Tani këtu, jo, Anila do marrë pak këtë, sepse duhet të hedhë pak. Këtë tavët në përdorësh, të që ke afër, oke. Atë. Gjysmën brënda dhe gjysmën si shtres e fundit? Po, do t'i hedhim pak brënda, Okej. që të trazohet, dhe ta mbajmë këtë këtu, dhe trazojmë këtë që kemi, që të lidhet kjo. Edhe pjesën tjetër, po t'ja hedhim lartë. Okej. Ty lexoj pak se çfarë kanë brenda këto burgerat, sepse janë vërtet shumë të shëndetshme. Ne kemi folur javën e kaluar në studio me Alkendin pikërisht për produktet e ngrira, ku ndër paketimet që kishin në studio ishin pikërisht këto. Edhe për të marrë më shumë informacione, ju e gjeni video në YouTube duke klikuar në News 24 ose në Villa 24, është pikërisht e mërkura e javës së kaluar biseda në studio që kemi bërë për produktet e ngrira, por shkurtimisht edhe për kuriozitet dhe për të kuptuar sa të shëndetshme janë këto burgerat e ngrirë, kanë 40% të përbërjes të tyre qiqra, e më pas vijojnë me domate, gjysmë të thata, miell orizi, kanë vajin gjithashtu, kanë miell misri, qep, karota, kanë koriandër, majdanoz, grip, hudhër, kështu që janë vërtet një miksim shumë interesant i shijes, të cilat shpesh në shtëpi nuk është se na qëllojnë t'i bëjmë të tilla. Sigurisht, Anila, do me thënë, prandaj themi që janë ca gjëra, do me thënë, që është mirë që t'i marrim dhe sepse i gjemë të gatshme, është ajo që the që në shtëpi nuk e kemi atë komoditetin t'i bëjmë në atë mënyrë. Ti kemi dhe të gjitha këto produktet brenda për të bërë burgerat me qiqra. Mirë është të marrim, do me thënë, t'i kemi kështu në këtë formë. Patjetër. Ndërkohë, si që shikoni, e kam hedhur këtë brenda. Do të shtojmë tani edhe beshameli. Një beshamel që bëhet shumë i mirë ky në këtë mënyrë. E përhapim. Edhe djathë sipër, si pas dëshirës, dhe pak gjalp mirë do i bënte, gjësi nuk është se po... Gjysmën e djathit të shkrirë, ja shtojmë nga sipër, furrën e kemi ndezur. Edhe këtë djathin. Dhe shumë shpejt kemi bërë gati recetën. Tani nuk do shumë kokjo, për në 20 minuta, 25 do ta kemi gati. Pra, 15 minuta kohë gatimi, 20 maksimumi, 25 30 minutë do me thënë komplet. Okej, në total? Një 30 është edhe shumë. Të bësh drekën për 30 minuta, besoj është qefi madhë. Dhe është ushqim shumë i mirë faktikisht. Gatimi të do aty. Dhe tani me që kemi këtë gjalpin e freskët, i shtoj pak, do me thënë, si të thuash pak. Jo ta teprojmë, por ky gjalpi, kur e hedhë edhe është i shkri, do me i freskët, kur e hedhë kështu sipër, i jep një tjetër shije dhe një aromë të mirë. Dhe tu s'kemi ndonjë gjë që ta teprojmë, kështu që... Kemi gatuar me vaj ulliri dhe me gjalp të freskët, kështu që e rëndësishme për të kujdesur edhe për shëndetin. Gati për në furrë. Tham 20 minuta, 25 aty, edhe do ta kemi gati. Do ta kemi gati. 200 gradë, 200 gradë,
më falë Kati se po flisja mbi ty? 180-200 gradë. 200 gradë, okej, se është e rëndësishme të dimë edhe temperaturën e pjekjes. Po thojaj që ju e dini që kur i afrohemi orës 10 në përfundim të pjesës së dytë të gatimit, do t'i tregojmë të gjitha gatimet e përfunduara edhe atë që vendosëm në furrë. Tani do merremi me burger, do me thënë që me patate, të shohim pak edhe në brëndësi se si janë. Do të më duhet dojsh se një fik anila, të lutem. Dhe në fund do të merremi me fasulet e kuqe me qep të kuqe. I kemi shtuar vlerat ushqyese, dim që shpesh në lidhje me perimet apo me frutat për të orientuar mbi vlerat e tyre ushqyese, ne atë indicjen spunton apo e marrim edhe nga ngjyra e tyre. Kështu që të kuqet janë antioksidant. Hedhim limoni, një limon, lëngun e portokalli as pas ka fare, dhe me vitaminën C, i ndihmon shumë, do me thënë, që të përthithin edhe vlerat ushqimore, që përmbajnë edhe burgeri edhe patatet. Patatja shkon shumë me portokalli. Po, e vërtet. Edhe kur unë faktikisht edhe pse do t'i shtoj pak nga ky mix i erëzave për ta aromatizuar akoma më shumë këtë pjesën e salsës. Nuk e teproj, është mjaftueshëm sepse ai do përdor. Gjithashtu mustardën, po. Kjo është që e bën të veçantë. Edhe i shkon faktikisht shumë. Pra lëng portokalli, lëng limoni, pak mix erëzash dhe mustardë. I bashkojmë të gjitha në një tas dhe me këtë do të bëjmë marinimin e patateve. Do t'i vendosim të njëjtën kohë në furrë bashkë me burgeret? Do t'ja hedhim sipër dhe do t'i vendosim në furrë. Po, ndërkohë këtu do shtojmë edhe vaj, përveç se këtyre do të shtojmë edhe vaj. Ndërkohë sipas dëshirës mund të shtoni edhe pak hudhër, se edhe hudhra nuk është se shkon mbrapa në këtë lloj gatimi. Gjithashtu, nëse doni se edhe patates i shkon pjesa e rigonit, mund të shtoni edhe rigon, jati të pjesën e piperit. Ti shtojmë edhe krip. Me qenë se kam këtë, po kemi edhe krip tjetër, të e grim këtë më mirë që të bëhet salsa edhe vaj. Edhe vaj, se një nga një po. Duam pak vaj këto, sepse për lëngje s'ka nevojë, sepse ato janë të ngrira dhe në momentin që janë të ngrira kanë edhe lëngje vetë, kështu që nuk e teprojmë me lëngje veç se thjesht neve i vendosim tani këtu patatet në tavë. Do të shtëm burgerit, do t'i vendosim lartë. Dhe për pjesën e patateve nuk është se do t'i hedhë të gjitha, se tava ime nuk është... Jo, ne do gatuajmë për pak persona. Ndërkohë që, siç kemi thënë, i rikthejmë në frigorifer përsëri. Produktet e ngrira i ruajmë në ngrirje gjithmonë. Shtojmë edhe këto. Sa të mira që janë, Anila. Të mira, po. Jam kurioze të shoh nga brenda si janë. Tu do të vendosim 4, faktikisht, sepse janë të lehta dhe të ngrëndshme, me thënë. Mund të përdorni edhe për të bërë sanduiçe në shtëpi të shëndetshme. Gjatë zirjes, do me thënë pjekjes në furrë, edhe salsa do hy në brëndësi, duke t'i ngrim pak të mirë, do ishte t'ja hidhja para patateve, po gjithsesi ajo do vej. Do futet edhe tek patatet. Sepse do fillojnë do shkrinë edhe lëngjet do vejnë gjithandej. Në rastin kur vendosim njëherë në furrë produkte të ngrira, Kati, ka nevojë për temperaturë graduale avash, apo me njëherë në temperaturën që fillon pjekja? Soba duhet jetë e nxehtë. Soba e nxehtë, pra të fillojmë me njëherë shkrirja. Me njëherë. Por në temperaturën që do piqeshin, edhe nëse do ishin në gjendje të freskët. Ishte një pyetje shumë e mirë kjo, Anila, dhe vërtet e denjë për ta thënë, sepse nëse vendosim në sobë të fikur, to do të shkrinë dhe do të qëllose. Kështu që e duan me patjetër, madje
temperatura më e lartë se sa duhet. 220 gradë për 10 minutat e para, do ta ulim pastaj 180 në 200 gradë, varet nga lloji i sobave që keni ju në shtëpi, dhe do ta lëni që të bëhen të paktën ato e duam përsëri një kohë zgjatje tek 25-30 minuta, edhe pse janë pothuajse gjysmë të gatshme. Me kuptoj. I kemi gati edhe këto për t'i vendosur në furrë. Shikoni se sa të mira janë, dreka shumë shpejt të gati, duke shoqëruar me ndonjë sallatë, me ndonjë turshi, apo me ndonjë gjë diçka tjetër që mund të keni juve në shtëpi, por është një drekë e shpejtë dhe shumë e shijshme dhe e shëndetshme, me plot vitamina dhe me plot si thua gjëra të mira që përmbajnë edhe qiqerat, protein, është një mish bimor. Në këtë rast kemi hamburgerat që mishi i tyre është zëvendësuar nga qiqerat dhe kemi realisht vlera ushqyese në këto gatime që kemi bërë deri më tani. Atëherë, është momenti që ne të marrim atë kohën tonë të sistemojmë pak kuzhinën këtu, të bëjmë pak pushim, do kthehemi me fasulet e kuqe, me qep të kuqe. Patjetër, dhe sigurisht që do servirim edhe gatimet që vendosëm në furrë. Na prisni. Kthehemi përsëri. Këndi i gatimit na rikthehen në transmetim të drejt për drejt për të vijuar me recetën e tretë për sot. Dy të tjerat që i kemi drejt përfundimit sepse i kemi vendosur në furrë, do i tregojmë pastaj. Po patjetër do t'i nxjerrim avash dhe sigurisht që dhe do t'i servirim që të shikojmë se si dhe na janë bërë. Ndërkohë neve kalojmë këtu te pjesa e fasuleve të kuqe, që janë shumë të rëndësishme dhe këto shikoni, do me thënë, na janë ajkosur, sepse i kemi lënë të ziejnë në zjarr të avashët. Kjo është sekreti, jo për fasulet, po për çdo lloj gjelle. Shikon, lëngu ka filluar, do me thënë, të mpikset, të lidhet, dhe kjo për vetë faktit të zjerjes në temperaturë të ullët, në mesatare. Keni mundësi ta lëni tek dyshi, do të keni vlerat më të mëdha të fasuleve dhe do të keni ato fasule të lidhura, të ajkosura dhe shumë të shijshme. Ngelen të gjitha vlerat ushqimore në brendësi. Nuk avullojnë, themi ne. Kështu që të na bëjnë akoma edhe më të shijshme, sigurisht që fasulja do edhe qepën, por jo nuk i ngarkojmë me shumë gjëra të tjera. Pra unë këto po lexoja tani kat që fasulet e kuqe janë një furnizues i mirë i karbohidrateve, i proteinave, i energjisë pa diskutim. Fasulet e kuqe mund të përdoren fare mirë për sallata, antipasta, supa, salsa pikante, për tacos, për makarona. Nëse doni t'i bëni pikante, po, patjetër mund t'i kombinoni me spec djegës, me erza, me fasule të tjera. Janë realisht një pjatë shumë e shëndetshme, përveç se janë dhe të këndshme kështu nga ngjyra kur i sheh. Dhe Kati ka menduar të mos ja prishte ngjyrën e bukur të kuqe që kanë, duke i vijuar së gatuari edhe me qepën e kuqe. Dhe të dyja, do me thënë, produktet bashkë japin shumë vlera ushqimore. Ato që lexove ti Janila për fasulet, duke shtuar dhe pjesën, do me thënë, të qepës, që përmban dhe kjo vitaminë C, proteina, kalciume, karbohidrate, që nuk përmban, do me thënë, kështu që të dyja bashkë kanë një kombinim shumë të mirë dhe na japin një pjatë të shëndetshme pa shtuar shumë gjëra të tjera. Veçse me vaj ulliri dhe specin djegës, që sigurisht edhe speci djegës përveç se shijes dhe ai ka ato vlerat e tija ushqimore, kështu që kemi një pjatë të thjeshtë, por shumë të shijshme dhe të shëndetshme. Qepën thjesht unë këtu do ta zbut, nuk dua që t'i bëj atë skuqjen, sepse këtu e fasule nuk e pranoni atë skuqjen e rëndë që bënim dikur, do me thënë që të vinte ajo e duan aq sa të zbutet për të lëshuar ato lëngjet që përmban qepa. Të lutem Anila të kripën sot kam përdorur. Do këtë kripën e Himalajas. Se kam hedhur edhe pak gjysmë, do me thënë sa si gjatë zjerjes. Në momentin, do me thënë, mbasi e kam lënë për një si të thuash 20 minuta, pastaj shtova edhe pak krip, që të shijojnë edhe në brendësi fasulet. Tu tani më ndihmon edhe për pjesën e qepës që të zbutet, dhe nuk ka nevojë thash që ta lëm shumë, kështu që do të hedhim edhe piper të kuq speci, do ta bëj me salcë, do ta vazhdoj kështu me këto, si të thuash, përbërës të lehtë,
por që japin edhe shije, edhe rrisin akoma më shumë edhe vlerat ushqimore. Ngjyrën e kanë vetë ato, të tyre neve thjesht marrim të ngjyrën që do të lëshoj qepa edhe piperi i kuq. Pra pa nevojën e salcës apo domateve. Njerim pak ujë të ngrohtë këtu që të më lidhet salsa, si gjithmonë që para se ta shtojmë te gjella, gjithmonë tek salsa duhet të hedhim pak ujë, jo shumë, pak që të fillojë domethënë ajo të lidhet. E kuptoj. Dhe pastaj hedhim brenda. Dhe sa kohë do duhet të qëndrojnë të dyja bashkë? Shiko tani ajo thjesht do veç se sa të zihet qepa, Anila, nuk do. Unë qepën e kam të gririmët, qepa është, si thuash, edhe shumë e butë, do me thë nuk ka 10 minuta, 15 është e mjaftueshme dhe kjo përsëri vazhdon që të zihet në zjarr të avashët. I hedhim edhe këtë brenda, ja shikoni kjo salsa sa e mirë që është bërë. Tamam një salcë e lidhur, edhe tani duhet thjesht një përzierje e fundit dhe në zjarr të ngadalë për rreth 10-15 minuta edhe pjata do të jetë gati. Nuk i prap këtu është dhe kjo sekreti që të ngelet domethënë me këtë lloj salse, duhet që mos ta trazojmë domethënë shumë, edhe t'i bëjmë temperaturë të lartë që ta shkatroj. Duam që të bëhet përsëri të jetë kështu në temperaturë të ulët në mesatare, që të ziejë avash avash të hyjë domethënë shija e qepës edhe të lidhet me gjithë pjesën e fasuleve dhe ta kemi gati pastaj për ta serviru. Për një 10-15 minuta e lëni në temperaturë të sobës, pastaj e fikni dhe lëni përsëri dhe një 10 minuta të tjera sa të qetësohet gjella dhe keni gati për ta serviru. Tani për servirje, sipas dëshirës, mund ta servini thash me spec të kuq djegës. Kjo varet sipas dëshirës dhe sigurisht edhe pak vaj ulliri, shtesë në momenti që e servini. Kjo është, si thua, pjata më e mirë, më e shijshme, shumë e shëndetshme, me pak përbërës dhe ekonomike. Po. Ta fikim. Po kjo? Zdo? Jo, e fik, e nis një fillimi prapë. Mirë, tani, kemi 10 minutëshin e fundit. Do të rilexojmë recetat, duke ju kujtuar që dy tavat që kemi në furrë, ne kemi gatuar në pjesën e parë dhe mënyrën se si kemi gatuar do t'a gjeni pak minuta më vonë, pra ne pasi përfundojmë transmetimin live, sigurohemi që video të kalojnë tek ju nëpërmjet kanaleve tona zyrtare në YouTube, në kanalin e Vila 24 dhe në kanalin zyrtar të televizionit, pra pikërisht në News 24. Gjithashtu, na gjeni edhe në Balkan Web, ku e kemi dhe Balkan Webin me recetat e javës së kaluar, aty ku rifreskohen çdo ditë me pjatat që ne sjellim. Patate me burger shumë të shëndetshëm, me perime e me qiqra kemi sjell sot, një pjatë e shpejt në përgatitje, duke qenë se po e rikujtoj si patatet, ashtu edhe burgerat janë gjysmë të gatshme, janë në paketimet e ngrira që i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi. Kështu që na është dashur thjesht të përgatisim një masë me vaj ulliri, me lëng limoni, lëng portokalli, me mix erzash, me mustard, për t'ja shtuar brenda, për t'i marinuar mirë dhe për t'i vendosur në furrë. Dhe në pak minuta dreka jon është gati. Kati po e servir në pjatë, e shohim pak se si do të duket edhe e përfunduar gati për të konsumuar kjo recet dhe pastaj do të nxjerrim edhe suflen me spinaq që përsëri është shumë e shijshme, ajo bechamel i shtuar nga sipër e bën vërtet një pjatë që konsumohet me shumë dëshirë, edhe nga fëmijët, gjithashtu edhe patatet me burgera, janë një mënyrë shumë e mirë për ti. Edhe shikon se sa shpejt janë zier, Anila. Po. Janë zier, janë kështu të buta, shumë të shijshme u bën edhe nga pjesa e asaj salsës që neve përdorëm. Vendosim edhe një burger. Me të drejtën këtu i shkon që të kemi 2 faktikisht. Vendosim 2 se janë të shëndetshme. Shumë të shëndetshme. E bëm pak të kursier të pjatë, po
shënësi kanë edhe ato udham. bashkë shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën dhe nuk ka nevojë për asgjë tjetër, në ekran ju shoqëron receta. Lëngjen e nuk hodhën vetëm ato lëngjet që kemi pasur. Ja, mos e lëvizim më tani, ta shohim pak, ndërkohë në të njëjtën kohë i kishit në ekran edhe recetën sepse është shumë e thjeshtë, nuk ju duhen shumë përbërës, mjafton të keni këto paketimet këtu pra të burgerave dhe të patateve, i vendosni në një enë të dyja bashkë, i marinoni me atë salcën që ju pat në recet, në furrë dhe janë gati. Thjesht ju bëf të mirë. Dhe tani do të nxjerrim suflen me spinaq. Ta shohim pak se si ngjan edhe kjo pjatë e pjekur tashmë e gatuar, e shishme duket nga syri. Shumë e mirë. Sufleja bëhet shumë e mirë. Sufleja mund të them që është një gatim më shumë i kënaqshëm, që zakonisht këto lloj sufletë shoqërojnë shumë mirë me pulë të pjekur ose me peshk, por jo se edhe kështu, domethënë nuk është mirë, por që është, si thuash, një pjatë shoqëruese edhe për mishin e pjekur edhe për peshk, nëse duam domethënë që ta bëjmë një ditë të diele, më të plot edhe më kështu, sigurisht që është bëhet shumë e mirë. Nuk e di tani faktikisht sufleja është nga këto gatime, ashtu si dhe pasticjoja edhe këto që dalin nga fura, sidomos sufleja, e ka shumë të nevojshme të qëndrojë të ftohet dhe pastaj të serviret, sepse që ta nxjerrim ashtu siç duhet. Që të dalin në formën e një cope të prerë. Tani është ende shumë e nxehtë, shumë e nxehtë. Dhe kështu që kam menduar që këtë mos ta servir, por ta kemi ta mbajmë kështu. E mbajmë ashtu në tryezën tonë. Okej, shumë mirë. Mirë, tani po i kushtojmë pak kohë përsëri recetave. Ti lexojmë edhe një herë edhe t'ju japim kohë që ju të mbani shënim recetat që ne kemi sjell, meqense dy prej tyre i pa të përfunduara dhe ndërkohë do të shërbejmë pas pak edhe fasulet e kuqe. Pra, sufle me spinaq, sapo e pat edhe të gatuar këtë recet, një pako spinaq, një qep ose një presh, pjesa e bardhë e preshit pra, 2-3 qep të njoma, 2 lugë gjelle vaj, beshameli, 3 lugë gjelle miell, 3 lugë gjelle gjalp, 800 ml qumësh, 100 gram djath kaçkavall, ne i kemi shtuar edhe një kokër vez brënda, gjithmonë kjo si pas dëshirës, dhe sigurisht do kripën, piperin edhe arë muskat. Fasule të kuqe me qep të kuqe, pas pak do ta kemi në pjatë edhe këtë recet, na duhen 400 gram fasule të kuqe, 2 qep të kuqe mesatare, 1 lugë çaj speci kuq pluhur, vaj ulliri, krip, piper, spec djegës për servirje. Burger me patate në furrë, na duhet një pako patate të ngrira, 4 burger të ngrirë, na duhet një portokall dhe gjysmë limoni, 1 lugë gjelle mustard, gjysmë fixhani çaj me ujë, 4-5 lugë gjelle vaj, rigon, piper dhe krip. Dhe këto ishin recetat. Tani Kati ti çfarë duke bërë? Atëre, duhet të them anvisave për t'ia dhënë domethënë më shihet akoma edhe më të fortë, edhe më të plot, po sigurisht që duke marrë edhe më tepër vlera, sepse këtu nuk kemi mish, kemi thamë burger me proteinë, me qiqra dhe me erza të ndryshme. Është mirë që të kemi, nëse ashtu në fund fare, portokalle me vaj ulliri, për t'ia shtuar në momentin e fundit, po salcë nga sipër, i shkon jashtëzakonisht shumë, edhe portokallja me vitaminën C, merë atë si thua ekstra shije. Dhe nëse duam prapë dhe jemi nga taj që neve përdorim specin djegës, i grim pak, në momentin e fundit bëjnë të gjitha këto, sepse se cili këtë lloj salce e hedh vetë. Pra e vendosim në ato enët e vogla të salcave që shpërndajmë në për tryezat tona dhe si pas dëshirës edhe shijes mund ta zgjedhim ta konsumojmë edhe pikante, meqense jemi tek pikantet. Pas pak në studio do t'jetë Alken Çuko, nutricionisti pra në Institut Kulinar Neranzi, ku do të flasim pikërisht për produktet pikante që ne i gjejmë tek dyqanet Neranzi, jo vetëm për alternativat, por edhe për vlerat ushqyese, sepse shiko, kur kemi qenë të vegjël, mamë më na thonë hidhi pak piper se të djeg mikrobet. Të djeg mikrobet, është e vërtetë faktikisht. Tona kështu na e shpjegonin ato efektet që produktet pikante kanë në organizmin ton. Kam përshtypjen që më të hansurat në
Tryezat shqiptare ndjes janë piperna, piperi i kuq apo piperi i zi apo speci djegës, por ka edhe shumë të tjera, të cilat ne do t'i zbulojmë pas pak, duke treguar edhe mënyrën se si mund t'i përshtasim në gatimet e në shije tona dhe pse jo, cilat janë ndikimet pozitive që kanë në dietën tonë ushqimore. Tani shërbim edhe fasulet në këtë 2 minutë që kemi. Ja, Nila, të tregojmë edhe këtë salsa, do me thënë që këto lloj salsa mund t'i përdorim në gatime të ndryshme për t'i dhënë një ekstra shije. Por që duhet ta punoni kështu që të na bëhet një salsë e lidhur, e mpiksur. Do ja tregoj tani më një herë se si bëhet kjo, do me thënë, si e ka atë. Po, unë mendoj të shërbim pak edhe fasulet se kemi 2 minuta kohë. Janë me një herë, Anila, nuk do vonojmë. Ja, kjo është salsa. U trash me një herë, si bëhet si krem. Ja, si krem. Dhe kjo është një salsë shumë e mirë, me atë lungun e portokallit që tham. Dhe na i shion akoma edhe më shumë. Edhe e bën dhe më të bukur edhe kështu në pamje, që si e plotson. Ja. Dhe një pjatë me fasulet të kuqe tani, edhe i lëm zonja të vazhdojnë gatimet e veta në shtëpi, se televizori të lë pa punë. Se bën ka një gjë në shtëpi, thënë të shoh një herë çfarë po bën kjo Katerina. Faktikisht anvisat, Anila, edhe kalojnë kohën, edhe marrin ide, pinë edhe kafen. Kështu që nuk mund ta themi që u marrim kohë. Jo, më jo, se bëj shaka. Po dhe u japim ide. Bëj shaka, Kati, ne jemi kështu si shok në shtëpi. E di, o zemër e di. Kur je vetëm në shtëpi, sidomos, e televizori të duket sikur ke një njeri aty që me të cilin je duke folur. Tani ta vëmë në krye të fjalës. E vendosim edhe fasulen. Në krye të fjalës ta vendosim fasulen. I hedhim dhe një shikim të fundit. Edhe përveç se një shikim të fundit, i hedhim edhe një çik vaj. Tani ekstra i virgjër himara. Specë, unë të cilat i kam kështu. Por kemi edhe ato specat e vogla, që janë akoma edhe pak më të fortë Më të fortë shihen, ja, po dhe këto janë shumë të mira. Kati të lumshin duart. Faleminderit e dashur, faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Shpresoj që të jenë gatime të vlefshme për tryezat tuaja familjare, u dham ide të cilat mendoj se janë edhe ekonomike edhe të thjeshta për të përgatitur në shtëpiat tona. Kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe mirë takoshim këtu nesër me ide dhe receta të reja, bashkë me Anilën time si gjithmonë. Yllin që kemi në studio. Mirë pafshim, kalofshi bukur. Gati, faleminderit, lumshin duart. Faleminderit e dashur. Pas pak në studio me këshilla nutricioni, tani kemi publicitet.